Familjarët e viktimave të tragjedisë në spitalin modular në Tetov kanë deklaruar se përkrahin letrën e hapur nga Iniciativa Zero, të cilët kërkuan drejtësi për ngjarjen tragjike të djegjes së spitalit. Familjari i viktimave Mumin Ismaili tha se publikisht tashmë dihet se ekzistojnë dëshmi se ka pasur lëshime në ndërtimin e spitalit modular. E gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshimin gjatë ndërtimit të spitalit modular, të cilin mund të jetë arsyeja e vetme për shpërthimin e zjarrit. Kjo u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, një dëshmi e pavarur e zjarrit. Kjo dhe e pabesueshme e cila për fat të keq u refuzua nga prokuroria. Prandaj, i nderuar e Lupço, si tetovar, ju më së miri e kuptoni dhimbjen dhe zemërimin e familjarëve të viktimave. Ismaili tha se kërkojnë që të rihapet hetimi për tragjedin dhe të dalin në pa të gjithë fajtorët e vërtet, pasi që përgjegjësi duhet të ketë. Është koha që dikush të merr përgjegjësi, është koha që drejtësia të del nga sirtari. Si familjar të viktimave kërkojmë nga ju të rihapet hetimi për të gjithë fajtorët e vërtet të zjarrit në spitalin modular në Tetov. Të formoni një ekip të pavarur që do të shqirtoj të gjithë aspektet e rastit, përfshirë edhe zvarritjen eventuale të procedurës nga prokurorët. Të garantoni se procedura gjyqësore do të zhvillohet pa ndikim partijak apo të biznesit. Të siguroni transparencë dhe përgjegjësi në punën tuaj. Ismaili kërkoi që ekspertiza gjermane të jetë si provë kyçe në këtë drejtim dhe tha se ata nuk do të heqten, por se do të vazhdojnë të flasin për të dashurit e tyre që i humbën dhe siç thon ata, për drejtësinë që u është premtuar, por jo edhe realizuar. Ditë më parë qytetarët e Tetovës protestuan dhe kërkuan përgjegjësi për tragjeditë në të cilat u dogjën njerëz. Si pasojë e zjarrit që shpërtheu në spitalin modular të Tetovës më tej shtator të vitit 2021, humbën jetën 14 persona.